So that was the plan. Ky ishte plani. And in my mind, I needed to surrender to the plan. Edhe në mendjen time unë duhet I dorëzohesha, nështrohesha këtij plani. Just like Joshua surrendered to God's plan to lead the people into Jericho. Ashtu si Jozue u nështrua planit të Perëndisë për t'i drejtuar njerëzit në Jeriko. But just surrendering your mind to the plan is not enough. Po t'i dorëzohesh planit në mendjen tënde nuk mjafton. You have to sacrifice to work the plan. Duhet të sakrifikosh që ta zbatosh planin. So it wasn't good enough that I thought, oh, I will only eat 8 hours a day. I will eat good food. I will exercise. Nuk mjaftonte që unë do ha vetëm 8 orë në ditë, ato 8 orë do ha ushqime të shëndetshme edhe do ushtrohem më shumë tani. I had to actually do those things. Duhet t'i bëja realisht këto 3 gjëra. And that's where sacrifice came in. Edhe këtu hyn sakrifica. Sacrifice is devotion to working that plan that God has given you. Sakrifica është përkushtimi për ta zbatuar atë plan që Perëndia më kishte dhënë mua. So on April 1st, I began to work the plan God gave me. Dhe kështu në 1 prill unë fillova çfarë ditë ka gjetur 1 prill is Fool's Day here. What's that? April 1st. Yes, there's no fool. No fools. Në 1 prill megjithatë ka funksionuar. No. Ishte serioz. Dhe filloi zbatimin e planit. I like starting like on the first day of the month to remember. Unë më pëlqen që të filloj në ditën e parë të muajit që të mos harroj. So on that day I began to work the plan. Atë ditë unë fillova të zbatoj planin. And so far I have lost almost 14 kilos. Edhe deri tani kam humbur 14 kg. Because E meriton një duar trokitje për gjithë sakrificën. what's that? We're cheering for you for the achievement. Thank you. I share that to share, hey, I wish I had given you a picture of what I look like 2 months ago. Në telefonin e vet, Loren ban një foto se si duhej ai para 2 muajsh. Edhe mban atë për ta mbajtur të fokusuar, por dukej që ishte me më shumë peshë se sot. And I know I have a long way to go. Edhe di që kam një rrugë të gjatë para. But I am very committed to the plan that God has put before me. Por jam shumë I përkushtuar ndaj planit që Perëndia ka për mua. I have been in Albania for 1 week. Kam qenë në Shqipëri për 1 javë. Not one bite of ice cream. Asnjë lugë akullore. As much as I would love to have some ice cream. Edhe pse po ngort për çika akullore. I continue to work the plan. Unë vazhdoj të zbatoj planin. One of the things that has helped me Një nga gjërat që më kanë ndihmuar mua is I write down about this journey every day. Është që unë mbaj një ditar, shkruaj për këtë udhëtim çdo ditë. To remind myself of where God wants me to go. Për ta kujtuar veten time se ku do Perëndia që unë të shkoj. To discipline myself Për disiplinuar veten time, so that I am not disqualified from the ministry. që të mos skualifikohem nga shërbesa. At my age, if I don't get healthy, Në moshën time, në qoftë se unë nuk jetoj më shëndetshëm, I won't be able to keep traveling. nuk do kem mundësi të udhtoj siç bëj vazhdimisht. And I love Albania too much to not be able to travel to Albania. Dhe dua kaq shumë Shqipërinë sa që s'mund ta përballoj të mos udhtohet, mos vi në Shqipëri. Zoom is just not the same. Zoomi s'është njësoj. It's good, but it's not the same as being there. Është mirë, po nuk është njësoj si të jesh aty në vend. What God has shown me is when I surrendered to His plan Ajo që Perëndia më ka treguar që kur unë I dorëzohem planit të Tij, and I sacrifice and actually do the plan He gave me,
kur sakrifikoj dhe realisht e zbatoj planin që ai më ka dhënë. He gave me transformation. Ai më dha mua transformim. He changed the outside Ai as he's ndryshoi, changing the inside. ai ndryshoi anën e jashtme, po dhe ashtu të brendshme timen. In Romans chapter 12, Te Romakëve kapitulli 12 Pali shkruan: Paul says, "Therefore I urge you, brothers, by the mercies of God, Ai thot vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, to present your bodies a living and holy sacrifice, ta paraqisni trupin tuaj si një fli të gjallë, acceptable to God, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, which is your spiritual service of worship. që është shërbesa juaj e mençur. And do not be conformed to this world, Dhe mos u konformoni me këtë botë, but be transformed by the renewing of your mind, por të transformoheni nëpërmjet ripërtëritjes së mendjes suaj, so that you may prove what the will of God is, që të mund të kuptoni se cili është vullneti i Perëndisë, that which is good and acceptable and perfect." ai që është i mirë, i pranueshëm dhe i përsosur. So I don't know what God has for you on the other side of the wall in your life. Unë nuk e di se çfarë ka Perëndia për ju në anën tjetër të murit. You know what that is in your life. Ju e dini çfarë është ajo në jetën tuaj. God offers you a Jericho, Perëndia të ofron ty një Jeriko, but you have a responsibility to do the work needed to get to the other side for the wall to come down. po ti ke përgjegjësinë që të bësh atë gjë që duhet për të kaluar në anën tjetër të murit, për të bërë që muri të rrëzohet. Maybe this is part of the problem for you. Ndoshta telefoni është pjesë e problemit për ju. It can be part of the problem for me. Mund të jetë problem për mua. That's why I keep this picture on my phone. Prandaj e mbaj këtë foton në telefonin tim. 6 of my 8 grandchildren 6 nga 8 niprit dhe mbesat e mi going to church this morning. po shkonin në kish këtë mëngjes. That keeps me going Kjo më inkrajon, më shtyn para, because sepse I want to live a healthy life so that I can grow old as they get older. sepse unë dua që të jetoj një jetë të shëndetshme edhe të vazhdoj të jem vërdall i shëndetshëm ndërsa niprit dhe mbesat rriten. When I came here the first time, my first grandchild was only 4 months old. Kur erdha këtu për herë të parë, nipi im i parë ishte 4 muajsh. He just turned 11. Sapo u bë 11 vjeç. I have a responsibility to take care of myself Unë kam një përgjegjësi për të kujdesur për veten time, so that I can be here for my wife që të mund të jem aty për gruan time, and my children për fëmijët e mi, and my friends, për miqtë e mi. whether they're in Georgia or Albania. Nuk ka rëndësi nëse janë në Georgia apo në Shqipëri. God has given me a ministry Perëndia më ka dhënë mua një shërbes in which He wants me to remain qualified. në të cilën ai kërkon që unë të qëndroj i kualifikuar. God has given each of you a ministry Perëndia i ka dhënë gjithsecilit prej jush një shërbes, in which He wants you to remain qualified. në të cilën ai do që ti të mbetesh i papërjashtuar, i kualifikuar. I ask you the same question Ju bëj të njëjtën pyetje dhe juve. that the devotion asked of me. Të njëjtën pyetje që mu bë dhe mua. What wall in your life does God want to remove? Çfarë muri në jetën tënde do Perëndia të rrëzoj? Only you can answer that question. Vetëm ti mund t'i përgjigjesh asaj pyetje. In the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15,
Te letra e dytë e Timoteut, kapitulli 2 vargu 15. Paul says to Timothy, Pali I thot Timoteut, be diligent to present yourself approved to God, mundohu të dalësh përpara Perëndisë I sprovuar, as a workman who does not need to be ashamed, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, accurately handling the word of truth. që thot drejt fjalën e së vërtetës. How are you able to stay approved? Si mund të qëndrosh I sprovuar? By discipline to stay fighting against the things that keep you from being all that God wants you to be. Me disiplinë, duke qëndruar dhe duke luftuar kundër të gjitha gjërave që të pengojnë të arrish atje ku Perëndia do që ti të jesh. This whole story I've shared with you today E gjithë kjo histori që unë dava me ju sot, is a Holy Spirit story. është histori e frymës së shenjtë. I started at the beginning of my message mentioning today is Pentecost Day, Fillova në fillim të mesazhit tim të përmendja ditën e Pentakostit, when we celebrate the coming of the Holy Spirit to live in us. kur ne festojmë zbritjen, ardhjen e frymës së shenjtë brenda nesh. The Holy Spirit speaks to each and every one of us. Fryma e shenjtë I flet gjithë secilit prej nesh. My challenge to you Sfida ime për ty is listen to the Holy Spirit. është dëgjo frymën e shenjtë. As the Spirit speaks to you and asks you, Ndërsa fryma e shenjtë të flet edhe të kërkon, what wall do you see in your life Çfa- that God needs to tear down? çfarë muri shikon ti në jetën tënde që Perëndia do ta rrëzoj?